Balaj, nesër besoj që është një si shumë e rëndësishme, jo vetëm për këtë kupën, por përgjithësi për sezonin e vllaznisë. Do të tetoni besoj finalen. Sigurisht që jena një moment, më të them, fazën më të rëndësishme, javët e fundit të kampionatit, gjysmëfinale e kupës, takimi i dytë. Luaj me Dinamon, një kundërshtar që kena rivalizuar gjatë gjithë sezonit me ta, më të them, janë bën neshe të bukura të luftume. Edhe ndeshja në Tiranë, më të them, ishte e tillë, një paraqitje shumë e mirë jona, morëm një barazim, ndoshta mund të kishim marrë dhe më shumë nga ajo ndeshje, por që kthena në Shkodër e luhet gjithçka këtu për kualifikimin e mëtejshëm finale. A jeni të përgatitur Balaj nesër për të gjitha skenaret, ndoshta edhe për shtesë dhe penalti me Dinamon, duke qenë se ndeshja parë ishte barazim? Po, sigurisht futbolli ka gjitha rezultatet më rënd. Shpresoj shumë që mos të kemi nevojë të shkojmë shtesë apo dhe në penalti si shtoni, pasi mos Dinamos kena akoma një ndeshje dhe më të rëndësishme ndoshta. Por që le të mendojmë për Dinamon fillimisht dhe shpresoj të kryej gjithçka me kohës rregullt. Për një martimi pas ndeshjes së parë u shpreh që shanset janë 50-50, pavarësisht se luajmë në Shkodër. Kështu mendoni edhe ju apo ka disim me avantazh vllaznia? Po, gjithë e mendojmë avantazhin e fushës, normalisht luajmë fushën tonë Lorobëriçi para tifozëve tonë që shpresoj shumë të jenë shumë të nesër në mbështetje të skuadrës, pasi realisht kena nevojë në këtë moment, por që avantazhi i fushës nuk e di sa mund na shërbejnë nesër, pasi barazimi e dim që duhet vetëm fitoria për të shku në finale, kështu që do luaj gjithçka për atë rezultat. Si do të jetë kontingjenti i skuadrës nesër? Këtë mungesë? Po paka shumë dijen, mungesat, ndoshta një nga ato është e Gurishtes që mori një karton kuq në ndeshjen e fundit, sigurisht e rëndësishme, Kastrati që e dim për i ditë tashmë, Bismaroku që nuk e di se sa mund të jetë konfirmuar apo se sa mund të mungojnë, shpresoj shumë që ajo pjesë e stafit mjekësor, ajo pjesë, dhe shpresoj që ndoshta në fazën finale ta kena pranë skuadrës. Dhe normalisht janë lojtarë me peshë që kanë kontribuar shumë gjatë gjithë sezonit, por që vetëdijshëm për mungesën e tyre, gjithë do bëjmë akoma më shumë për të zëvendësuar sadopak mungesën e tyre. Të gjithë kanë thënë që Vllaznia ka sulmuar më të mirë kampionatin, por ndeshjet e fundit po shënon pak. Nga ana tjetër po pson shumë pak. Po, normalisht mund të them kena bërë mirë dhe çësia e skuadrës ndoshta gjatë gjithë sezonit s'ka qenë e njëjta. Sigurisht fillimi ka qenë i vrullshëm, mund të them, me shumë gola, me shumë aksione, me shumë raste, por që gjatë rrugëtimit tonë ndoshta kena fituar pak më shumë cinizëm, gjë që duhet akoma më shumë për vazhdimsinë. Kështu që mund të them ndeshjet e fundit e kena treguar gjë, kena fituar ndeshje të rëndësishme duke shfrytzuar maksimalisht ato mundësi që na janë dhënë, dhe si gjithmonë e rëndësishme është mos pësosh. A keni preferenca për rivalet në finalet të kupës? Shpresoj të kapim finalen, ajo është më e rëndësishme, mes Elbasanit dhe Gnatjes, nuk është se do kisha zgjedhur njërin apo tjetrin, pak rëndësi kemi në finale, por fillimisht duhet shkojmë në finale. Dinamo nuk ndodhet në momentin e saj më të mirë, patëm në kampionat, por gjithsesi në kupë besoj që do të japë maksimumin. Dinamo mbetet një skuadër cilësore, normalisht ato po luftojnë për atë vendin e 4 në Final Four, por që në kupë është specifik tjetër. Nuk e di sa vërtet është që fituesja e kupës mund shkojnë dhe në tur dytë në Europë, kështu që është një shtysë akoma më e madhe për ekipet për ta marrë këtë trofe, pasi dihet edhe vlera e prezencës në turin e dytë në Europë. Kështu që mendoj që do jetë luftume deri në fund, se kush do shkojnë në finale, po dhe kush do fitojnë. Sa ndikim do të ketë kjo sfidë për një tjetër më të rëndësishme, që është ajo e të hënës në fakt me Elbasanin, kur dihet që do të luani në transfer ndaj një rivali të drejtë për drejtë, dhe që ka 24 orë më tepër pushim në raport me ju. Po realisht do mundohen t'i ndajmë, në kuptimin e asaj të mos mendojmë shumë për Elbasanin, po dashje pa dashje të shkon mendja edhe te sfida e pas 3-4 ditëve me Elbasanin. Kështu që shpresoj që të jemi në gjendje të japim zgjidhje të shpejt në Shkodër dhe ndoshta të arrijmë të menaxhojmë pak a shumë dhe forcat e kontingjentit që kemi në dispozicion, por që ta mbarojmë këtë ndeshje është shumë e rëndësishme, pastaj të mendojmë për Elbasanin. Po i mungon një gol në ndeshjet e fundit Balaj? Sigurisht, goli është gjithmonë i rëndësishëm,
aq më tepër për sulmuesat, por që mungesa golit nuk më ka bë të shpërqendrohem apo mos t'jap më të mirë në çdo ndeshje, kështu që shpresoj të vi shpejt dhe të shërbej ekipit, balës, por me gjitha në këtë moment e vlen pikët dhe fitoret e Vllaznisë. Për t'ishtë diçka bukur kupë dhe kampionat? Po i largët është viti, më duket që Vllaznia i ka fituar të dyja, por që në Shkodër pritet shumë kampionati, kupen ndoshta e kena më të afërt ato vitet që i kena fitu kupen, kështu që nëse do zgjidhja të dyja, por shpresojmë vazhdojmë kështu në të dy raundet. Si kapiten, si lider e ekipit, i premton tifozëve finalen nesër bare? Po sigurisht që do bëjmë gjithçka për finalen. Si kapiten, ndoshta si kapiteni i ekipit e i bëj thirrje gjithëve që nesër të jenë në stadium dhe ta mbështesin shumë skuadrën, pasi realisht në këtë periudhë kemi nevojë për mbështetjen e tyre. Shpresoj të jenë shumë të numër dhe të na japin një shtys më shumë. Faleminderit. Faleminderit.